Mirëmbrëma të gjithëve, se vini në revistën televizive dhe mbrëmjen e sotme, ku ndërlajmet më të rëndësishme do të ndiqni. Një zjarr masiv ka djegur disa banesa në një pallat përballë QSUT-s. Zjarrfiksi prej orësh në luftë me flakët e rëna në katet e sipërme, disa persona në urgjencën e spitalit me asfiksi. Në ditën e dytë të samitit të diasporës, kryeministri Rama nënvizoi rolin e patjetërsueshëm të diasporës në zhvillimin e vendit. Rama ftoi shqiptarët që jetojnë jashtë të investojnë në ekonomi, inovacion dhe në jetën akademike. Çmimi i naftës u rrit në 215 lek për litër. Bordi i Transparencës publikoi sot shifrat e reja, ku 1 litër benzinë shitet me 178 lek. Prindit duhet të bëjnë kujdes me ushqimin e fëmijëve për të mos të rrezikuar anemin tek ta. Mjekët specialistë apel për të mos e nënvlerësuar shenjat. Mungesa e hekurit shfaqet me vonesë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani mund të riulen në bisedime. Agjencia Reuters njofton se të dyja shtetet kanë marrë ftesa përkatëse. Zhvillohet pas 40 vitesh në Washington takimi Izrael-Liban. Vjojmë gjërësish me lajmet, ku një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë pasdites në kryeqytet, ku një zjarr masiv ka përfshirë një pallat te farmacia 10 afër spitalit Nën Tereza. Aktualisht në vend ngjarje ndodhen zjarrfiksit, forcat rrethëna dhe një helikopter, të cilët jo vetëm po luftojnë për të shuar flakët, por veçanërisht për të shpëtuar banorët të ndodhur brenda në ndërtesë. Një ndërtesë e madhe tek farmacia numër 10 afër spitalit Nën Tereza në Tiranë është përfshirë prej pasdites nga një zjarr i madh, flakët e së cilit janë përhapur nga kati i parë deri në katin e fundit. Aktualisht në teren ndodhen forca zjarrfikse jo vetëm të Tiranës, por dhe mbështetëse nga Kamza dhe Vora, policia e shtetit, forcat Renea dhe një helikopter, të cilët kanë arritur të vënë në kontroll zjarrin dhe po luftojnë për të evakuuar banorët e gjendur brenda në pallat. Fatmirësisht nuk bëhet fjalë për humbje jete, por vetëm për 7 persona të cilët po marrin ndihmën në QSUT, ku 3 prej tyre janë zjarrfikës. Zjarri është ende aktiv dhe drejtori i policisë dhe ai e zjarrfikseve kanë dhënë dhe informacionet e para për këtë ngjarje të rëndë. Është shumë shpejt për të folur për shkaqet e zjarrit. Jemi angazhuar maksimalisht me forcat e policisë shtetit dhe gjendrat civile, me gjitha kapacitetet që kemi për të bërë të mundur lokalizimin e flakëve, që tashmë kemi në kontroll. Është akoma shumë shpejt për të thënë që zjarri është shikur, pasi po punohet në gjitha drejtimet për të lokalizuar batat e zjarrit që ndodhet brenda banesave. Kanë qenë 2 banorë të evakuuar nga shërbimet zjarrfikse dhe shërbimet e policisë që në momentin e parë. Ata janë shumë mirë për jetën, nuk kanë probleme shëndetësore të rënda, përveç asfiksisë. Në përfundim të bilancit, do përfundimtar ku të kontrollojmë gjitha ambientet pas fikjes zjarrit, do bëjmë dije sërish për bilanc tjetër në këtë drejtim. Në QSUT situata po menaxhohet në urgjencën polivalente për një pjesë dhe në djegje plastike për një pjesë tjetër. Do metemi përsëri te kjo situatë, do lidhemi në këtë momente me kolegen tonë Denada Shkodrani, e cila ndodhet vetëm pak metra nga vendi i ngjarjes, do të na bëjë një përmbledhje në lidhje me situatën atje, personat që janë shtruar në urgjencën e spitalit, por gjithashtu dhe flakët e zjarrit dhe ndoshta shkaqet çfarë flitet nga ana e policisë. Denada, të përshëndes, linja më njëherë për ty na bëj një përmbledhje me gjithë situatën atje ku ti ndodhesh. Atëherë për gjithë teleshikuesit e radio televizionit shqiptar, vazhdon të jetë heroike përpjekja e reparteve zjarrfikse, reparteve elit të ushtrisë, por natyrisht edhe të gjitha shërbimeve të tjera të policisë së shtetit për të mbajtur në kontroll dhe për të shuar flakët e zjarrit, të cilët prej më shumë se 3 orësh vazhdojnë të shkrumbojnë, le të themi, të gjithë njërën pjesë të këtij pallati këtu në zonën e farmacisë numër 10 në Tiranë. Ju po ndiqni pamjet e operatorit Lulzim Gjoka, i cili që prej ngjarjes ndodhet këtu në teren për të përcjellë të gjitha zhvillimet dhe të gjithë operacionin e ndërmarrë nga forcat e policisë, forcat e shërbimit zjarrfikës, ato të ushtrisë dhe të gjitha shërbimet e tjera të emergjencave civile. Aktualisht situata vijon të jetë e njëjtë, flakët e zjarrit, siç mund ta ndiqni në pamjet e përcjella drejt për drejt, janë të lokalizuara
në katet e larta të pallatit, sikurse ka përmendur edhe kolegja ime në raportimet e drejt për drejta në RTS 24 shumë shpejt për të folur në lidhje me shkaqjet e këtij zjarri, por le të themi ekspertët do duhet të shikojnë dhe të dalin me qëndrim në lidhje me teknologjinë që përdoret aktualisht në ndërtim. Gjithsesi, shefi i urgjencës kombëtare zoti Brataj në një intervistë ekskluzive për RTS-n deklaroi pak më herët se është fat i madh që kjo zonë me këtë numër të lartë të përqendrimit të apartamenteve ka patur të mundur rrugkalimin për repartet e emergjencës dhe zjarfiksit. Dua të them edhe një herë që shërbimet e litë të reparteve të zjarfikës të Tiranës vazhdojnë, ju mund ta ndiqni në shkallaren dhe bashkë me koshin të përpiqen nga disa drejtime duke hedhur ujë, por edhe shkum, pasi sipas tyre për shkak të teknologjisë së përdorur në fasadën e jashtme të këtij objekti, mundësia më e mirë për shuarin e zjarrit është përdorimi i shkumës. Dua të theksoj gjithashtu edhe faktin tjetër që aktualisht në qendrën spitalore të Tiranës, e cila ndodhet në gatishmëri të plotë që prej ndodhjes së këtij incidenti, ndodhen të shtruar jo vetëm 4 banor, por edhe 3 punonjës të shërbimeve të zjarfikses së Tiranës, të cilët për një kohë të gjatë janë përballur me gazrat që lëshon djegja e polesterolit dhe materialeve të tjera të përdorur në fasadën e jashtme të këtij pallati. Gjithsesi, pritet që të ketë edhe një deklarat për median të Ministrit të Brendshëm zotit Lamallari, i cili ndodhet që prej disa orësh këtu në terren për të dhënë një pasqyrë të plotë se çfarë ka ndodhur apo se ku janë, nëse ka nisur hetimet në lidhje me këtë incident që me gjasa ndoshta është për shkak të një defekti të mundshëm në sistemin elektrik dhe nëse do të ishte në një rast tjetër, nëse zjarri do të ishte i qëllimshëm, do të ishte vërtet një rast shumë i rëndë, mund të konsiderohet një nga zjarret më të vështirë për shkak të numrit të apartamenteve, zonës banuar, por edhe për shkak të terrenit të vështirë me të cilën janë përballur dhe po përballen në këto momente forcat e reparteve zjarfikse, policisë së shtetit, natyrisht edhe njësitë elitare të forcave tona të armatosura, pasi në këtë operacion janë përfshirë gjithashtu edhe helikopterët për shuarjen e zjarrit nga ajri, duke hedhur bote me ujë, depozita ujë nga ajri nëpërmjet helikopterëve të forcave tona të armatosura. Le të themi kjo është rasti i parë që helikopterët përdoren në ngjarje të tilla në zonat e banuara dhe do të jenë në vijim hetimet që do të ndërmarrë Drejtoria e Policisë të Tiranës për të zbardhur detajet se çfarë e shkaktoi këtë zjarr nëpër masa kaq të mëdha, por të themi që fatmirësisht deri në këto momente nuk raportohet për persona që shfaqin probleme të rënda shëndetësore. Gjithsesi, ky është një zhvillim dinamik arbër që ne do të jemi sërish së bashku në lidhje të tjera për të raportuar në lidhje me gjithë angazhimin, por edhe me punën që bëjnë jo vetëm Policia e Shtetit, reparti zjarfiksve, por natyrisht edhe qendra spitalore universitare me repartet e saj të emergjencës. Mirë Denata, të falenderoj për gjithë detajet që përsollte në studio. Të vjojmë lajme të tjera, Kryeministri Edi Rama nga samiti 4 i diasporës kërkoi angazhimin e tyre në këtë moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian të vendit, duke vlerësuar rolin e tyre të pamat jashtë vendit, a i ftoi ata që të japin kontributin e tyre, pasi Shqipëria ka nevojë për të gjithë. Tirana është kthyer në shtëpinë e madhe të shqiptarëve të mbërritur nga e gjithë bota për të 4-tin samit të diasporës. Kryeministri Edi Rama tha se ky takim është një deklaratë qëllimesh dhe një ftesë për ta që të angazhohen drejt për drejt në këtë kantier të madh transformimesh që po poson vendi. Sot diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Shqipëria sot nuk është më vendi që i kërkon diasporës kujtesë dhe indulgjencë monetare. Ky vend është një kantier i madh transformimesh
që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Për kryeministrin e Shqipërisë, Europa s'ka qenë asnjëherë kaq afër sa tani, ndaj mirëpret çdo kontribut të shqiptarëve të diasporës në çdo aspekt. Ai e konsideroi një prej atyre arritjeve që shënjojnë në historinë, mundësimin e votës së diasporës. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha e cilëson diasporën si një dimension plotësues të identitetit kombëtar. Të rilidhemi për ta parë Shqipërinë jo si një vend që diaspora e la pas, por si një vend që po bëhet një shtet evropian, një ftesë për të qenë pjesë e pikërisht një projekti të madh kombëtar, i cili është më i madh se çdo qeveri, është më i madh se çdo cikël politik, është më i madh se çdo brez i vetëm. Diaspora nuk është thjesht jashtë, ajo është pjesë e pandashme e qenies sonë. Jo një adresë ku drejtohemi kur kemi nevojë, por një dimension plotësues i identitetit ton kombëtar. 18 panele të ndryshme, një gëshetim dhe shkëmbim qasjesh dhe eksperjencash me përfaqësuesit e diasporës do të shërbejnë si sinergji për bashkëpunimin në vazhdim. Samiti i 4 mbahet nga 13 deri në 15 prilli në Tiranë, ndërsa i pari u mbajt në 2016, i dyti në 2019 dhe samiti i 3 i diasporës në 2023. Diaspora dhe demokracia përfaqësuese në hapësirën shqiptare nga votat e përfaqësimi institucional ishte një nga panelet gjatë punimeve të samitit, ku folio vetëm për rolin e bashkëdhetarëve në botë, por edhe për votën në zgjedhjet e fundit. Bashkëdhetarët janë sot partner të zhvillimit të vendit dhe një shëmbëltyr suksesi në botë, dhe kontributet e tyre janë të rëndësishëm për Shqipërinë, jo vetëm në aspektin financiar. Për krye parlamentari Niko Peleshi, roli diasporës është strategjik në zhvillimin e vendit, integrimin europian, por edhe në konsolidimin e demokracisë, përfshirë të drejtën e votës, por edhe pensionet. Në dhjetor të vitit 2025 miratuam ndryshimet e fundit në ligjin për diasporën. Marrëveshjet me 15 qeveri të vendeve pritëse të emigrantëve shqiptar për pensionet dhe të tjera që presin të nënshkruajmë janë një pjesë e rëndësishme për garantimin e kushteve për jetesë cilësore dhe mirëqenie të komuniteteve tona që jetojnë jashtë vendit. Si pjesë aktive e projektit të zhvillimit të vendit dhe jo vetëm si komunitet emigrantësh, për kreun e grupit kuvendor të Partisë Socialiste Tauland Balla, vota e diasporës në zgjedhjet e fundit ishte një fitore për demokracinë. Në 2029, kur shqiptarët e diasporës do duhet votojnë përsëri për parlamentin shqiptar, kemi kohë mjaftueshmërisht për të përgatitur edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të lejuar më shumë kohë. Natyrshëm që partitë politike duhet i japin më shumë hapësirë përfaqësimit të diasporës. Komentet kryetari i kuvendit Niko Peleshi dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla i bën në panelin Diaspora dhe Demokracia përfaqësuese në hapësirën shqiptare, nga vota tek përfaqësimi institucional. Dita 2 e samitit të diasporës ka nisur këtë të martë me këngën fituese të festivalit në radio televizionin shqiptar Nan në interpretimin e Arlis Kallaçit. Pjesëmarrësit kanë duar trokitur këngën që mban brenda shumë dashuri, rrënjë dhe kujtesë, si dhe një mesazh të fortë për të gjitha nënat shqiptare. Edicioni 4 i samitit të diasporës, një nga ngjarjet më të rëndësishme kombëtare, i cili përcjell histori suksesit të shqiptarëve anë mban botës, ka nisur punimet në këtë ditë të dytë me këngën fituese të festivalit në radio televizionin shqiptar Nan, e interpretuar nga këngëtari Arlis Kallaçi. Kënga e përzgjedhur për këtë event mbart një mesazh të fortë emocional për të gjithë prindërit shqiptar që përballen me largimin e fëmijëve të tyre drejt emigrimit. Pjesëmarrësit kanë duar trokitur këtë këngë që ban brenda shumë dashuri, rrënjë dhe kujtesë. Jam jashtë masit i lumtur që jam sot këtu me ju dhe që pata nderin përformoj këtë këngë. Edhe një herë du t'ju falenderoj nga zemra dhe
uroj t'ju bëj sa më shumë krenar. Faleminderit. Nan do të përfaqësoj Shqipërinë më 14 maj në Eurovision 2026, që do të mbahet në Vjenë të Austrisë. Kryedemokrati Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po punon për të dëmtuar interesat kombëtare. Në ditën e samitit të diasporës në Tiranë, Berisha kërkoi që të mos bien prej mashtrimeve për të investuar në paketën e maleve, ndërsa bëri thirrje për të bashkuar në protestën më datën 17 prill. Një ndër analistët më të shquar të Europës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi ditën kur në Tiranë zhvillohet samiti i diasporës për të analizuar rolin e qeverisë shqiptare në arenën ndërkombëtare, por edhe në marrëdhëniet në rajon. Berisha u shpreh kritik ndaj pozicionimit të kryeministrit Rama, duke ndikuar negativisht sipas tij në interesat e vendit dhe shqiptarëve. Edi Rama, armiku më i egër i kombit shqiptar pas Enver Hoxhës. Në këto vite pushteti është tradhtari më i madh i Kosovës dhe kombit shqiptar. Hyri në historinë botërore si i pari kryeministër që ngriti padi në gjykat ndaj Ramush Haradinajt, kryeministrit të Kosovës. Berisha foli për largimin e qytetarëve nga vendi, duke lidhur me mënyrën e qeverisjes dhe funksionimin e institucioneve. Nga viti 2015 deri në vitin 2024, vetëm në hapësirën e Schengenit janë larguar 1.990.000 shqiptarë. Berisha u ndal edhe në investimet e huaja, kur vendi drejtohej nga opozita, duke akuzuar Ramën se mashtron me shifrat që paraqet. Ajo që serviret si rritja më e madhe, në fakt është fake dhe vetëm fake. Për sa i përket paketës maleve, paketa e mafjes. Unë u bëj thirrje shqiptarëve të mos bien pre e projekteve të mafjes. Ish kryeministri tha se shqiptarët kanë arsye për të protestuar më 17 prill, duke u shprehur se do të jetë një revoltë e fuqishme. Bordi i Transparencës ka përcaktuar çmimet e reja tavan për shitjen e karburanteve në vend. Vendimi i kësaj të martë përcakton naftën me një rritje të lehtë deri në 215 lekë për litër dhe benzinën deri në 178 lekë për litër. Bordi i Transparencës vendosi në mbledhjen e radhës çmimet e reja tavan për shitjen e karburanteve në vend. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë për naftën është rritur nga 209 lekë litri, që ishte më parë në jo më shumë se 215 lekë për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë nuk duhet të kalojë 203 lekë për litër. Ndërkohë për benzinën, çmimi maksimal i shitjes me pakicë është vendosur në 178 lekë për litër nga 175 që ishte më parë, ndërsa ai me shumicë deri në 166 lekë për litër. Çmimet e reja të cilat kanë hyrë në fuqi sot do të mbahen të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës, ku dhe pritet të reflektohen zhvillimet e reja në tregjet ndërkombëtare të karburanteve dhe ndikimi i tyre në tregun vendas. Autoritetet u kanë bërë thirrje operatorëve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës që të zbatojnë vendimin në fuqi, duke paralajmëruar se çdo shkelje e konstatuar do të pasohet me masa administrative deri në pezullimin e aktivitetit. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe Shoqata Transportit Urban dhe Interurban njoftojnë se sektori i transportit publik po përballet me vështirësi të mëdha financiare për shkak të mungesës të masave mbështetëse nga institucionet. Sipas tyre, edhe pse çështja është ngritur prej javësh dhe është zhvilluar një takim me institucionet më datën 1 prill, deri tani nuk është miratuar asnjë skem kompensimi për rritjen e çmimit të karburantit dhe nuk ka një plan konkret për lehtësimin e barrës financiare të operatorëve. Gjithashtu nuk ka fate për ndërhyrje dhe as nisma për rishikimin e elementeve fiskal që ndikojnë në kostot operative, si dhe akciza, taksat e qarkullimit dhe TVSH-ja. Për shkak të kësaj situate, operatorët paralajmërojnë se duke nisur nga dita e nesërme do të reduktojnë me 40% flotën e mjeteve në qarkullim, duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve dhe ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet. Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me policinë dhe autoritetet gjermane dhe austriake ndërhyn në 3 call centera në Tiranë, të cilat dyshohet se kanë mashtruar mira shtetas europian. Fatura mashtrimi dyshohet se shkon në 50 milion euro.
Prokuroria e Tiranës ndërmori një aksion që prej mbrëmjes së të hënës, duke ndërhyrë në 3 mjedise call centerash, ndonë se organi akuzës nuk ka folur zyrtarisht, të dhënat bëjnë me dije se janë lëshuar 7 urdhër arreste dhe 2 ndalim dalje jashtë vendit. 3 prej 7 masave të sigurisë arrest me burg janë ekzekutuar dhe bëhet fjalë për Eduard Dallan, Mateo Hoxhën dhe Tedi Agastran, ku dyshohet se 2 të fundit konvertonin shumat e përfituara në kriptomonedha për të fshehur gjurmët e parave. Në 3 call centerat, 2 prej të cilave ndodheshin në zonën pranë kopshtit zoologjik, ndërsa njëri prej tyre në rrugën e Kavajës u gjetën në zyra mbi 80 operator, të cilët u shoqëruan dhe janë marrë në pyetje. Gjatë kontrolleve bëhet me dije se agentët e policisë kanë sekuestruar mbi 900.000 euro kesh, si dhe një sasi të konsiderueshme pajisjesh, përfshirë kompjutera, USB, servera dhe kamera sigurie. Call centerat mashtronin shtetas të huaj me qëllim zhvatjen e shumave të mëdha të parave kundaj të gjithë personave, përfshirë administrator, punonjës IT-e, mirëmbajtjes interneti, financiere të tjerë, rëndon akuza për veprën penale mashtrim kompjuterik, pasi ka dyshime se ata kanë mashtruar mijëra qytetarë evropian, ku dëmi ekonomik i shkaktuar nga ky aktivitet dyshohet të kalojë shifrën e 50 milion eurove. Të përfshirë në operacion ishin edhe autoritetet gjermane e austriake, ndërsa hetimet bëhet me dije se kishin nisur 2 vite më parë. Anemi tek fëmijët po bëjnë gjithnjë më të shpeshta dhe për këtë po akuzohet keq-ushqyerja apo ushqyerja e njanshme. Onkohematologja Manika Kreka në intervistë për ETSH tregon se mungesa e hekurit është me diagnostifikuara në analiza dhe kjo kapet vonë për shkak se fëmia nuk ankohet edhe kur hemoglobina është e ulët. Anemia më e hasur në përditshmëri tek fëmijët është ajo e mungesës së hekurit, për të cilin mjekët fajsojnë ushqyerjen jo cilësore. 1/3 e fëmijëve pësojnë një anemi gjatë jetës fëminore. Vëm re një shtim për sa i takon zbehtësisë së fëmijës, pafuqisë, tendencës për të mos u ushqyer normalisht. Dhe kjo sigurisht që përkthehet në vlera të ulta të treguesve që referohen anemisë. Pra anemia kryesisht nga mungesa e hekurit ose ushqyerja e njanshme pa produkte që përmbajnë hekur. Sinjalizimi një anemie tek fëmijët jo gjithmonë kapet në kohë dhe kjo shpesh sjell diagnozë të vonuar dhe terapi të shtyrë në kohë. Edhe me një hemoglobin shumë të ulët, siç është gati e thellë 6 apo 7, fëmia nuk dorëzohet, themina, sepse vrapon, do të luaj, bën aktivitete normale, nuk ankon as për dhimbje koke, as për ndjenjë të fikti apo një tension të ulët. Profesore Shkreka tregon shenjat më të zakonshme. Fëmia është i zbeht, apo ka këndet e buzëve të çara, apo nuk përqendrohet edhe në biseda të thjeshta. Prindrit ose janë shumë të lidhur me laboratorin për analiza ose janë indiferent, por sjellja duhet të jetë ndryshe. Pas vitit të parë të jetës, kontrolli duhet bëhet patjetër një në 6 muaj dhe analizat nëse janë të nevojshme që të kryen një herë në vit, por gjithmonë të përshkruar nga mjeku pediatër. Anemit janë të korrigjueshme me ndryshimin e stilit të jetesës dhe fal mjekimit. Terapia me hekur, kur fillohet, duhet vazhdohet të paktën 3 muaj, por në disa raste të anemive të thella edhe 6 muaj, të shoqëruar dhe me vitamina të tjera që ndihmojnë në thithjen e hekurit. Anemit prekin njësoj të 2 agjenit, ndërsa femrat mund t'i shoqërojë gjatë gjithë jetës për shkak të ciklit menstrual dhe dietave të shpeshta. Për orëve të para të mëngjesit të kësaj të martë, 10 kamion janë bllokuar në territorin shqiptar në pikën kufitare të Hanit të Hotit, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e madrave dhe lëvizjen ndërkufitare. Kjo situatë ka ardhur si pasojë e protestës të shoqatës së kamionistëve në Malin e Zi. Autoritetet malazeze kanë njoftuar se nga kjo e martë, duke nisur nga ora 9:30 për një periudhë 72 orëshe, shoqata kamionistëve të Republikës të Malit të Zi do të zhvillojë një protestë. Mirë po kjo gjë ka sjell kaos në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit. 10 kamion kanë mbetur në territorin shqiptar në pritje për t'u zhdoganuar. Arsyeja e kësaj proteste lidhet me zbatimin e një rregulli të ri të Bashkimit Evropian për hyrje-daljet në zonën Schengen, i cili synon rritjen e sigurisë kufitare dhe ka nisur të zbatohet që në tetor të vitit të kaluar. Për arsye sigurie dhe për të shmangur bllokimin e rrugëve apo incidente të mundshme, është vendosur që të ndalohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd nga Shqipëria drejt Malit të Zi, deri në përfundim të protestës, ndërkohë në akset rrugore që të çojnë drejt pikave kufitare me Republikën e Malit të Zi, do të lejohen të
qarkullojnë vetëm automjetet e vogla, mjetet e emergjencës, autobuzet dhe automjetet e transportit të pasagjerëve. Policia kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd për respektimin e këtij kufizimi të përkohshëm, me qëllim shmangjen e bllokimeve dhe incidente të mundshme. Sipas të dhënave të personelit doganor, në ditët normale të punës nga dogana e Hanit të Hotit, qarkullojnë mesatarisht rreth 120 kamion me mallra, si dhe 20 kamion tranziti. Kjo është protesta e dytë e organizuar nga kamionistët e Republikës së Malit të Zi, pas asaj të zhvilluar në fund të muajit janar të këtij viti. Presidenti amerikan Donald Trump thot se bisedimet mes SBA-ve dhe Iranit mund të rifillojnë brenda 2 ditëve që vijnë, ndërkohë agjencia e lajmeve Reuters raporton se dy vendet mund të takojnë gjatë fundjavës në Islamabad. Ekipet negociuese të SBA-s dhe Iranit mund të kthehen në Islamabad këtë javë për të rifilluar bisedimet për përfundimin e luftës. Presidenti amerikan Donald Trump i tha gazetës New York Post se dy vendet mund të takohen sërish. Diçka mund të ndodhë gjatë 2 ditëve të ardhshme dhe ne jemi më të prirur të shkojmë në Pakistan, u shpreh Trump. Gjatë fundjavës së kaluar, bisedimet e nivelit më të lartë mes dy vendeve, të parat që nga revolucioni islamik i vitit 1979 përfunduan pa rezultat në kryeqytetin pakistanez, duke vënë në dyshim edhe arpushimin dyjavor të arritur javën e kaluar mes tyre, por një burim i përfshirë në bisedime i tha agjencisë Reuters se Washingtonit dhe Teheranit u është dërguar një ftesë për të rikthyer delegacionet përkatëse në Islamabad. Nuk është caktuar ende një datë, por mbetet e hapur mundësia për një takim nga e premtja deri të dielën, tha burimi iranian. Të hënën, presidenti amerikan bëri me dije se Irani kishte kontaktuar dhe dëshironte të arrinte një marrëveshje, por ai theksoi se nuk do të mbështeste asnjë pakt që do t'i lejonte Teheranit të kishte armë bërthamore. Dështimi i bisedimeve SBA-Iran fundjavën e kaluar bëri që Washingtoni të vendosë një bllokatë ndaj porteve iraniane, por pavarësisht kësaj, një ditë pas hyrjes në fuqi të atij vendimi, BBC raportoi se të paktën 4 anije të lidhura me Iranin, përfshirë 2 që vizituan portet e atij vendi, kaluan ngushticën e Hormuzit. SBA sa kaq bëri me dije se asnjë anije nuk ka arritur të kalojë bllokatën e porteve dhe zonave bregdetare iraniane në 24 orët e para nga hyrja në fuqi e vendimit të Trump, duke shtuar se më shumë se 10.000 trupa ushtarak së bashku me 10 anije luftarake dhe avion janë angazhuar në terren. 6 anije tregtare ju bindën udhëzimeve të forcave amerikane për të kthyer dhe për të rihyrë në një prej porteve iraniane. Njoftoi komanda qendrore e SBA-s duke theksuar se bllokada po zbatohet kundër anijeve të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet iraniane, ndërsa nënvizoi se vazhdon të mbështesë lirinë e lundrimit për ato mjete ujore që nuk shkojnë ose dalin nga Irani. Libani dhe Izraeli po zhvillojnë në Washington bisedime të drejt për drejta diplomatike, të parat pas më shumë se 40 vitesh. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se negociatat janë një mundësi historike për të arritur paqen. Zyrtarët izraeli dhe libanez filluan bisedime të drejt për drejta në Washington, ndërsa fushata ushtarake e Izraelit kundër Hezbollahut në Liban kërcënon arpushimin SBA-Iran. Dy vendet fshije nuk kanë marrëdhënie diplomatike duke i bërë këto bisedime shumë të pazakonta dhe të parat në më shumë se 3 dekada. Dy shtetet përfaqësohen nga ambasadorët e tyre në Shtetet e Bashkuara, ku i pranishëm është edhe sekretari i Shtetit Marco Rubio. Në nisje të takimit, ky i fundit u bëri thirrje dy palëve që të shfrytëzojnë këtë mundësi historike për paqe. Kjo është një mundësi historike. Ne e kuptojmë se po punojmë kundër dekadave të historisë dhe kompleksiteteve që na kanë çuar në këtë moment unik. U shpreh ai. Shpresojmë që të mund të përcaktojmë një kornizë mbi të cilën mund të zhvillohet një paqe e përhershme dhe e qëndrueshme, theksoi Rubio. Presidenti i Libanit tha se shpresonte që bisedimet do të shënonin fillimin e fundit të vuajtjeve të popullit libanez, por pritjet për ndonjë përparim të madh janë të ulta, pasi lideri i Hezbollahut, Naim Kasem, bëri thirrje që bisedimet të anuloheshin para se të fillonin, duke i përshkruar ato si të kota. Me njëherë pas fillimit të bisedimeve, Hezbollahu tha se lëshoi raketa në 13 qytete veriore izraelite. Ministri i jashtëm i Izraelit, Gideon Sar, tha se vendi i tij po kërkonte paqe dhe normalizim me Libanin, duke këmbëngulur se problemi është Hezbollahu. Ministrat e jashtëm nga 17 vende përfshirë Britaninë e Madhe dhe Francën u bën thirrje të dy vendeve të shfrytëzojnë rastin për të sjellë siguri të qëndrueshme në rajon. Ky është lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Bashkë mirupafshim.